pak duhet të mësojmë diçka nga armiqët. Ju shini si luan Serbia, nuk luan me 1 gol, po luan gjithmonë me 2-3. Edhe ne kemi edhe miq tjerë që duhet ta kultivojmë atë miqësi. Ne kemi miqësi të mirë me Turqinë, që gjithje më shumë forcohet edhe bëhet lojtar i rëndësishëm. Edhe për Amerikën bëhet lojtar i rëndësishëm. Mande, ne gjithmonë harrojmë edhe këtu jemi pak, a dini çfarë te shqiptarët mund ndonjëherë te ne shqiptarët pengon. Kur bëhemi ne komunist, ne edhe rusët, edhe Stalinin e mbrojmë nga rusët. Kur bëhemi ne Amerikan, ne edhe Trumpin e mbrojmë nga Amerikanët. Nuk lejojmë askush të flet keq, edhe Amerikanët ne do i kishim përshkatuar nëse thonë diçka tjetër. Edhe ndërkohë, do me thënë, ne bëhemi shërbëtor të mirë, prandaj ne kemi qenë edhe shumë të përshtatshëm për gjithë sunduesit, se dhe ne jemi besnik. Ne kur lidhemi por ne këtu ka një gabim. Kur lidhemi me më të fortin, ne nuk shohim më tutje. Ne nuk shohim sot që për shembull ka një lojtar shumë të rëndësishëm. Ajo është Kina, e cila vetëm pret moment, e cila nuk hyn në luftë. A keni dëgjuar jo dikun të ketë nisë të ketë hyrë në luftë Kina? Kërcënon Tajvanin vazhdimisht, po aty është te kërcënimi. Nuk futet në luftë Kina kur. Kina i harxhon tjerët le të luftojnë. Ajo i ndihmon tjerët që të mund të luftojnë. Ajo i nxit ndonjëherë edhe tjerët. Po vetë nuk lufton. Pse? Po ajo është popull me traditë mijëvjeçare, nuk ka mbijetuar ai duke e sot gjithë betejat kanë të bëjnë me këtë, se kush do të jetë ai që do ta kontrollojë botën. Dhe dal nga dal këtu zhvendosen ata lojtarë, policët harxhohen ato. Bota është, thuhet më shumë sot policentrike. Sigurisht. Në vendimmarrje. Edhe në këtë kontekst unë mendoj se ne shqiptarët duhet, ne jemi normalisht lojtari i vogël që nuk ka rëndësi, po duhet me aq sa je, edhe atë që ke të përdorish mirë edhe të jesh i mençur. Në fundit, edhe të tregohesh pak me dignitet. Jo vetëm si një paçavure që pret, dikush ta mbrojë edhe dikush ta... Po ti sot në këtë botë... A mund të tregohesh me dignitet përballë Donald Trumpit? Në këtë logjikën e tij biznes, logjikën e këtij biznesore, sepse po të rikthehet ai çështjes së problematikës dhe ka edhe diplomatë të huaj që thonë mbasi mund të kthehet edhe korrigjimit të kufive dhe mund ta jap merre ose lëre. Si duhet t'i qasemi ne një administrator? Ti bë atë që të takon. Edhe në këto kohë të këtilla të turbullta, ti bëri institucionet e shtetit